Besimtarët e krishterë dhe ortodoks anë mban botës kremtuan mbrëm meshën në vigjilje të Pashkës. Star Plus Televizion në një transmetim maraton live nga Katedralja Shën Shtifni, Kisha Don Bosco dhe Kisha Ortodokse, solli atmosferën festive në vigjilje të Pashkëve në qytetin e Shkodrës. Në Katedralën Shën Shtifni, mesha e shenjtë e vigjiljes së Pashkës u kremtua nga imzot Giovanni Peragjine, i cili në fjalën e tij theksoi se ringjallja nuk është thjesht një ngjarje së kaluarës, por një thirrje për ndryshim të thellë në jetën tonë. Momentet e ndryshme të vigjiljes së Pashkëve që kemi përjetuar deri tani na kanë treguar mirë këtë udhëtim, këtë kalim nga errësira në dritë, nga vdekja në jetë. Kemi filluar vigjiljen jashtë kishës, në errësirën e natës, atje ku gjithçka dukej e mbështjellë me errësirë, kemi ndesur zjarrin e ri. Nga kjo dritë që është Krishti, kemi ndesur edhe qerin tanë, si shenjë pjesëmarrjes së sonë në dritën e Krishtit. Jezusi është ngjallur. Ai nuk është më në varr apo në vdekje. Është i gjallë dhe i pranishëm në mes nesh. Shpeshherë, vëllezër e motra, edhe ne të krishterë kërkojmë Jezusin mes gjerave të vdekura. Shpeshherë kërkojmë jetën në zakonet tona pa kuptim, në traditët që kanë vetëm shijen e së kaluarës që nuk ekziston më. Kërkojmë jetën në gjëra që sot janë dhe nesër zhduken. Kërkojmë jetën në një praktikë fetare që nuk ndikon fare në jetën e përditshme, në një fe të kremtuar në kishë, por nuk bëhet jetë e gjallë. Kërkojmë në marrëdhënie të smura që nuk prodhojnë dashuri, por prodhojnë vetëm egoizëm, urrëtie, zmirë, vetmi. Nëse jemi më të vërtetë të bashkuar me Krishtin dhe të ringjallur me të, duhet të jetojmë si njerëz të ri, si njerëz të gjallë. Në meshën e shenjtë të vigjiljes së Pashkëve të mbajtur në Katedralën Shën Shtifni, në Kishën Ortodokse Lindja e Krishtit, si dhe në Kishën Don Bosco Shkodër, u përcoll mesazhi se kjo festë mbetet një rilindje shpirtërore dhe frymëzim për gjithsecilin.